Tashmë i keni hyrë garës për të parin e Prishtinës. Në Libero dua ta nisim me pyetjen pse në Prishtinë e jo në Prizren? Sepse pjesa më e madhe e jetës sime lidhet me Prishtinën. Unë kam jetu në Prizren deri kur i kam mbush 18 vjeç dhe nga i moment jam banor i Prishtinës. Jetoj këtu, kam studiu këtu. Puna ime ka qenë e lidhur mas shumti me Prishtinën. Familja ime është në Prishtinë, bashkëshortja e Prishtinës, 2 vajzat e mia kanë linë në Prishtinë, por rriten në Prishtinë. Dhe sidomos aktiviteti im politik nga inkuadrimin e vetëvendosje lidhen me çështje të nivelit qendror, me parlamentin, me qeverinë, dhe unë e konsideroj veten si pjesë të këtij qyteti, ndonse kontributi im në gjithë këto vite, sidomos në shoqërinë civile, ka qenë i shtrirë në shumë qytete. Mbase për shkak të specifikave që ka Prizreni, me një trashëgimi kulturore të pasur, me një zonë historike të jashtëzakonshme, e ka shuar atë pjesë të angazhimit tim, por unë kam qenë shumë aktiv edhe në trashëgimin kulturore të Gjakovës, edhe të Pejës, po edhe të qyteteve tjera gjatë krejt angazhimit në shoqërinë civile. Tani mu për me mbind, mjafton që grunë e ketë Prishtinës. Në më thonë, mjafton kjo argument dhe je bo Prishtina li, po a di si është puna. Historit njëtë kemi shumë, përfshije dhe unë që në shkollë të mesme kam ardhur dhe ma shumë kam jetë Prishtinë, e shumë të tjerë të cilët kontribojnë Prishtinë. Ama dhe sot e kësaj dite, ka disa pinjoll të Prishtinës, që e qënë vetën pinjoll, që nuk e akceptojnë këto, na shohin si një lloj mishi tegër. Si të duket kjo? Resul, unë besoj që kjo është pjesë e një fushate politike, prandaj edhe unë e Veç politika, apo është ma e sistemuar edhe kulturore kështu? Unë besoj që është e sforcume edhe është pjesë e fushatës. Kështu që unë e marrë me sportivitet këtë çështje. Është temë që po bëhet pa nevojë, sepse nuk ka kurfar lidhje ndikimi me fushatën. Ne garojmë me ide, me vizion, me program. Edhe e sjellim backgroundin tonë në qeverisje. Këto janë temat kryesore. Është çështje triviale, e pa qëndrueshme e për ma tepër, që ka kom mësu në Prishtinë, sepse jeta ka lidhë me Prishtinën mas shumëti, është Prishtina mbase është qyteti me zemrën më të madhe në këtë Kosovën, sepse Prishtina gjithmonë merr nga të gjitha anët e Kosovës. Bile shpesh thonë që e merr më të mirën e pjesëve tjera, sepse është kryeqytet, sepse këtu ka potencial, dhe unë mendoj që këta që e bëjnë një lloj kështu propagande në lidhje me prejardhje, në fakt nuk janë të e kuptu që duke më sulmu në prejardhje, realisht janë duke i sulmu dhe gjysmën pothuajse të banorëve të Prishtinës, sepse demografia ka ndryshu mbas luftën në Prishtinë, edhe Prishtina sot është Prishtinë para se gjithashtë, sepse shumë njerëz kanë